Mirëmëngjes! Tani do shkoj që të marr kafe dhe të bëj disa pazare te supermarketi, sepse harrova që dje na mbaroi kafja, përveç kafes na mbaroi edhe uji, edhe qumshti. Kështu që do iki tani bashkë me Henrin, të marrim kafen që ta nisim ditën tamam, sepse dita nuk ka nisur akoma nga që nuk kemi pirë kafe, so kuptoni vet ju. Mbaruam pazarin deri. Tani do shkojmë të marrim kafe dhe në shtëpi. Kafja më e mirë në Darmstadt, kjo është. Kus. Ushqim, Domate. shpeci, Yes. poronica. Ja. Mirëmëngjes. Po pres tramvajin që të shkoj te stacioni i trenit, sepse sot do shkoj në Frankfurt dhe do takoj një shoqe. Arrita, tani po eci që të shkoj të takoj shoqen tek locationi ku e kemi lënë. Pastaj do marrim ndonjë kafe edhe do bëjmë muhabet. Edhe ky është plani i ditës.
ditë e ngjeshur. Jam marrë me aplikime për punë, kam qenë pak e ngarkuar sepse për çdo aplikim për punë duhet ndryshoja ose duhet përshtasja letrën e motivimit dhe kisha hall mos ngatroja adresat e emrat e personave cilëve po ja dërgoja, që mos duke sikur po ja dërgoja një agjencie me emrin dhe adresën e një agjencie tjetër. Çik tension sot. Por ndihem mirë, ndihem sikur kam qenë shumë produktive, me thënë të drejtën. Nesër është data 11 nëntor. 11. Unë vdes për këtë ditë, nuk e di pse, më duket sikur është dita më e bukur e vitit, sepse është 11. Më duket sikur data 11 nëntor është një ditë që sjell gjithmonë fat ose gjëra të mira ndodhin, kështu që më zë po pres nesër se çfarë do ndodhi. Asnjë gjë nuk do ndodhi, po pak nuk pres ndonjë gjë. Ndoshta ndonjë përgjigje pozitive pune, ndoshta ndonjë intervistë pune, I don't know, we'll see. Tani do i mbyll gjithë ekranet, gjithë faqet që kam hap dhe do ulem divan dhe do shoh me Henrin një show televiziv që na e ka sugjeruar një shoqe e imja edhe jemi fiksuar me atë, quhet The Traitors. Nëse keni mundësi ta shikoni, shiheni dhe mos më thoni që nuk ju thash, sepse do fiksoheni dhe do e gëzini duke e parë. Shumë i bukur. Edhe shumë interesant edhe të mban kështu pezull gjatë gjithë kohës. Thjesht doja të bëja një check-in të vogël me ju, t'ju tregoja se me çfarë jam marrë sot. Thjesht jam ngulur këtu në kompjuter duke u marrë me punë. Jeta ime nuk është dhe aq interesante, but it's okay. Nuk jam marrë me ndonjë gjë tjetër, me thënë drejtën, përveç se punëve në kompjuter. Edhe drekën dhe e bëri Henry, dhe kishte dalë shumë e mirë. Duket se Henry ka marrë rolin e kuzhinjerit shtëpisë tani dhe po i pëlqen shumë. Okej, po iki tani. Edhe flasim nesër. Jemi gati. Tu kam 2 feta nga keku i bananes, banana bread që bëra. Nuk më pëlqen si ka dalë, me thënë drejtën, është shumë i butë brenda.
Ta bëjmë një provë. Kam provuar më të mirë. Shpresoj mos kem ndonjë thërrime këtej. Në videon e fundit mora një pyetje në komente për sa i përket eksperiencës time me gjuhën gjermane dhe mendova t'ju tregoj gjithë historinë nga fillimi, si e kam nisur dhe ku kam arritur deri tani. Unë nisa të mësoj gjuhën gjermane në vitin 2019. Nisa të ndiqja një kurs në një nga këto qendrat e gjuhëve të huaja në Tiranë dhe arrita nga niveli A1 deri në B1. Mirë po për mbrojtjen e gjuhës, dhash provimin e A1-shit tek OSD, e cila duhej për letrat për bashkim familjar. Vështirësia për mua më shumë është tek gjinit e emrave, sepse gjuha gjermane ka përveç mashkullores dhe femërores, ka edhe gjinin neutrale. Mirë po nuk ka rregull që përcakton gjinin e një emri, si me thënë, ne në gjuhën shqipe e shohim tek mbaresa në trajtën e shquar. Një moll, molla, femërore. Ndërsa në gjuhën gjermane nuk mund ta dallosh nga mbaresat, është thjesht ajo derdidasi e cila duhet mësuar përmendësh. Pra, për çdo fjalë të re ose për çdo emër të ri në gjuhën gjermane që mëson, duhet ta mësosh bashkë me derdidasin. Dhe siç po thoja, ndoqa kursin nga A1 deri tek B1. Në 2020 ndodhi gjëma, prej Covidit u mbyll çdo gjë, kështu që mu desh ta ndërprisja kursin. Por ajo çfarë bëra unë ishte të dëgjoja sa më shumë gjuhë gjermane, podcaste, emisione, filma. Edhe nëse nuk i kupton, është shumë e rëndësishme që ta zhysësh trurin në të folurën e përditshme ose në dialog në gjuhën të cilën ti je duke mësuar. Një nga kanalet e mia të preferuar në YouTube, dhe kjo nuk është reklam, është Easy German. Në këtë kanal gjeni video në gjuhën gjermane me përkthim anglisht dhe me titra gjermanisht dhe janë të gjitha biseda në rrugë, janë intervista për tema të ndryshme. Ka video për nivel fillestar, cilat janë very easy German ose diçka e tillë like slow German, që janë në gjuhë pak më të ngadalt për të kuptuar më thjesht për nivelin fillestar, edhe për nivele pak më të avancuara. Gjithashtu Easy German ka edhe një podcast i cili po ashtu flet për temat ndryshme, mua më duken shumë interesante. Mbaj mend atëherë që kudo që shkoja, nëse dilja, kisha ndonjë pazar ose çdo lloj gjë që të boja, kisha kufjet në vesh edhe dëgjoja episodet e Easy German. Edhe nëse nuk e kupton gjuhën mirë që në fillim, arrin një pikë që ti fillon dallon shprehjet e përdorimit përditshëm, kupton se si flasin njerëzit në gjuhën e përditshme. Gjithashtu, kur fillon mëson fjalët e reja, edhe nëse nuk e kupton një fjali nga fillimi deri në fund, nëse ti kupton 2 deri në 3 fjalë në atë fjali, e kupton se për çfarë po flitet, dhe kështu avash fillon e kupton gjuhën. Kur erdha këtu në Gjermani, vjet domethënë 2024, ndoqa sërish një kurs B1 për të rifreskuar njohurit, por edhe për të dhënë provimin e mbrojtjes, pra për të mbrojtur gjuhën B1, sepse mendova se do ishte më mirë ta kisha për punë ose për shkollë, nuk e di, thjesht duhet ta kesh të mbrojtur. Kështu që dhash provimin në shkurt, në shkurt këtij viti, më pas bëra edhe një kurs B2 në maj qershor, dhe më duk pak i vështirë, një çik më intensiv se sa B1-shi, por ende nuk e kam dhënë provimin e mbrojtjes së B2-shit. Ndihem e sigurt kur dëgjoj gjermanisht, me them se kuptoj pjesën më të madhe, them se kuptoj 70 deri në 80% ose ndoshta një çik më shumë, por për të folur është pak problem. Është problem sepse para herë fillon këtu, ndihem shumë e vetëdijshme për gabimet që bëj, edhe për theksin. Për theksin hajtë se e kemi shumë në kontroll, se flasim disa gjuhë dhe nuk jemi nativ këtu që ta flasim rrjedhshëm. Po kjo vjen me praktik. Unë nuk është se kam shumë praktik të gjuhës gjermane, sepse
Deri tani pjesa më e madhe e jetës time të përditshme është që rri në shtëpi, bëj ndonjë pazar, mundohem flas me tim shoq nganjëherë gjermanisht, nganjëherë ndihem shumë lirshëm edhe sikur më vijnë fjalët edhe flas pa problem. Kur jam nervoze, bllokohem komplet edhe sikur harroj edhe ato fjalë që di nuk më vijnë për qamet. Por e di që duhet të flas më shpesh, duhet të flas më shumë dhe shpresoj që gjetja e një pune do më ndihmoj të kjo pjesë. Është e gjitha praktik. Gjuha gjermane është si matematik, por me fjalë. Kjo është pak a shumë e gjitha çfarë doja t'ju thoja. Dhe kjo është eksperienca ime me gjuhën gjermane. Thjesht duhet flas pak më shpesh, duhet flas më shumë gjermanisht, që të arrit paktën nivelin ku të ndihem e sigurt tek ajo që them. Shpresoj që t'ju ketë ndihmuar pak ky informacion sa mund ta jap. Dhe ju e dini tani. Kemi mirëmëngjes, sot është e shtunë, është dita e preferuar e javës dhe do të takohem me një shoqe. Dhe mbasi të takoj shoqen, do dal me Henrin për të bërë ca pazare të vogla. Jam ngritur pak si me humor me thënë nuk jam në formën time më të mirë, por kjo është ndoshta prej periodave, me erdhën dje, kështu që shumë mirë që do takoj këtë shoqen sot. Të rregullohet çik humori, çik muhabet dhe dalim çik nga shtëpia se edhe gjatë javës nuk është se kam lëviz shumë. Maksimumi kam nxjerr qenushet këtu te parku afër shtëpisë dhe pastaj shtëpi prap. Po e izoloj shumë veten, gjë që nuk është shumë e mirë, po e rregullojmë, okay? Po e rregullojmë, po marrim hapa një nga një. Mua në fakt nuk më pritet derisa të dalë dhe t'i takoj ato shoqen, kështu që do pi një kafe këtu në shtëpi, nga kjo që ka ngel nga dje. Edhe pastaj, pas një orë, do pi kafe me shoqen. Bëra dhe make-up sot, sepse si që thash, me humor nuk jam shumë mirë, që të ndihemi qik më bukur. Okej, po bëj një kafe që të zgjohem qik. Shpeshja për sot. Pullover, t-shirt, është pullovers, jeans Jam rrugës për te stacioni i tramit, sepse do takohemi në një qytet afër qytetit ku jetoj. Koha nuk është fare ftohtë,
thjesht është gri. Edhe nuk e di, thjesht nuk e prisja që në mes të nëntorit në Gjermani t'ishte kaq ngrohtë dhe butë. Mos më shifni me shallin sepse thjesht e mora për të mbrojtur fytin, sepse kjo koha vjen me triqet e veta. Nuk dua që të ftohem nga tjersa, por është shumë mirë. Nga një anë tjetër dua dhe pak fresk, me thënë drejtën, dua pak ftohtë që të ndihet si dimër, sepse nuk ndihet si dimër fare. Nuk kam parë ndonjëherë nëntor kaq të butë në Gjermani. Në Shqipëri edhe e prisja, po këtu jo. Gjithsesi. I more brekët. So, këthyem në shtëpi dhe po ngrohem pak ushqimin tani. Henry sa po vuri supën që të ngrohet pak, sepse nuk kemi ngrënë drek, kështu që do hajmë drekën dhe darkën bashk. Flokët i kam shumë keq sepse ka rënë shi edhe balluket nga që janë në front, te fronti i luftës. Dhe nuk është se bëm ndonjë blerje wow, sepse thjesht zëvendësuam çorapet e vjetra me çorapet e reja, gjithashtu edhe mbathje, kështu që nuk kam ndonjë gjë për t'ju treguar, thjesht brek dhe çorape. Por përveç këtyre blem edhe një dy gjëra që na duheshin. Si për shembull një tharse flokësh e re, ishte me ofertë, edhe kishte këto dy pjesët që kanë tharset e flokëve zakonisht. Na duhej e re sepse ajo që kishim ishte aq e vjetër. Domethënë, ajo tharsja që kishim ne kishte që nga koha kur apartamenti ku ne jetojmë ishte WG. WG është Wohngemeinschaft dhe është kur një apartament ndahet nga disa persona të tjerë të ndryshëm, secili ka me qëra nga një dhomë, si më thënë. Por ne jemi qift, dhe ne kemi gjithë apartamentin tani. Domethënë, ka që nga koha kur Henry jetonte me njerëz të tjerë te ky apartamenti. Kështu që aq e vjetër ishte. Henry mori një makinë roje, nga këto elektriket për mjekrën, sepse i rritet shumë shpejt. Tjetër bleva edhe një blok shënimesh. Fakt është blok për skica, po unë mbaj edhe për skica edhe për shënime. Është me letër të bardhë, me letër pa vija, pa kuadrata
letër e bardhë. Dhe i përdor shumë këto. Bloku i fundit që kisha mbaroi sepse kam mbajtur shumë shënime dhe kam shkruar si tip ditari, kështu që këtë do e maj për ditar dhe për skica. Edhe kaq. Tani do ndrohem, do vesh rrobat e shtëpisë, do rehatohem, do ha buk edhe do shohim ndonjë film me Henrin. Dhe kjo është fundjava jonë. Për nesër nuk kemi ndonjë plan. Mund të dalim pak, por ditët e diela zakonisht janë shumë të qeta këtu, sepse nuk është se ka ndonjë dyqan hapur, vetëm kafene, restorante. Por shpresoj që të mos ketë shi të paktën, që të lëvizim, dalim pak, sepse kur është shi është që ke pesishme dhe detyrohesh që të hysh diku edhe të ulesh edhe shpenzosh. Edhe duhet kemi pak kujdes me shpenzimet këtë periudhë, sepse po na vjen viti i ri, fundi i vitit, edhe duhet në ca kursime. Kështu atëherë, unë po iki, shihemi më vonë.